Zjarr dhe të shtëna pranë kuvendit të Serbisë mbetet një i plagosur. Një incident i rënd ka ndodhur sot para ndërtesës së parlamentit në Beograd, ku raportuan të shtëna me armë zjarri në një kamp tendash proqeveritare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka cilësuar këtë incident si akt terrorist. Duke folur në një ceremoni për nënshkrimin në një kontrate për ndarjen e fondeve për blerjen e shtëpive rurale, Vučić tha se i duhej të largohej nga kjo ngjarje për shkak të aktit terrorist para kuvendit të Serbisë. Ndërkohë zjarri në tendë u shua rreth mesditës pasi ndërhyn zjarr fiksit dhe tymi që dilte nga tenda u zhduk pothuajse plotësisht. Policia ende nuk ka njoftuar zyrtarisht se çfarë ka ndodhur dhe çfarë shkaktoi zjarrin që shpërtheu në tendat e vendosura në zonën që ruhet vazhdimisht nga policia. Ndërkohë radio-televizioni i Serbisë raportoi se policia e arrestoi një burr para kuvendit në ndyshimin se e ka plagosur me armë zjarri një burr tjetër. Shërbimi i ambulancës e konfirmoi më parë se një person është transportuar në qendrën e emergjencës. Ndërkaq tenda, një nga disa që u vendosën këtë vit nga mbështetësit e Vučićit gjatë protestave kundër qeverisë, u dëq plotësisht nga zjarri i cili u shoqërua me tym të dendur. Oficerët e policisë, anëtarët e ekipit të mjekësisë ligjore dhe zjarr fiksit ndodhen në vend ngjarje. Policia bllokoi hyrjen dhe nuk lejoi kalimin para kuvendit. Këto tenda u vendosën nga studentë që e përshkruanin veten si studentët që duan të studiojnë, të cilët e kundërshtojnë bllokimin e fakulteteve nga grupe studentësh që kërkojnë përgjegjësi për aksidentin në stacionin hekurudhor të Novi Sadit në vitin 2024 kur vdiqën 16 njerëz. Ato u ngritën në parkun e pionerëve pranë ndërtesës së presidencës serbe, ku ndodhet vendi i punës së kreut të shtetit dhe ish presidentit të Partisë Progresive Serbe Vučić, 3 ditë para një proteste të madhe studentore në Beograd me 15 mars. Zona e këtij parku prej atëherë ka qenë e paarritshme për përdorim publik, e rrethuar nga një gardh metalik dhe e ruajtur vazhdimisht nga policia.